Do ndalemi sërish në të njëjtën temë, do vjojmë të qëndrojmë diskutimit edhe për të kuptuar pak më tepër në aspektin juridik, por pse jo për të kuptuar edhe formën politike që mund të ketë lëvizje në këtë çast. Më bashkohet në studio avokati i njohur Romeo Kara, përshëndetje, kënaqësi. Përshëndetje, Ermes. Një çështje që padyshim edhe ne kemi diskutuar më herët, ndërsa sot mori kështu një lloj vendimi që ka marrë dhe një vëmendje mediatike, besoj me vend në kuadër të vendimarrjes së bërë nga GK më parë. Po e nisë së fundi nga mbledhja që bën gati 5 orë, që zëvendës kryeministja ndodhet në kryeministri. Çfarë mund pritet asaj? Nuk paragjykoj çfarë bisedojnë me njëri tjetrin. Këto besoj janë qëndrime që vinë si kofini pas vjerit, themi ne, që nuk ka më vlerë tani. Qëndrimet nuk kanë të bëjnë vetëm me një palë kundërshtare, një pjesë nuk ka qenë pushtet, por një pjesë ka qenë pushtet dhe gëzon një moral pavarësisht pak më të vjetëruar të korrupsionit. Por ka dhe një popull që është jashtëpartive, që ndihet i përdhunuar deri në palc nga një qeverisje e tillë dhe i pështirosur domethënë. Çfarë dinjiteti mund të kemë mund si qytetar i Republikës së Shqipërisë kur qeverisim këtë mënyrë? Si jam i predispozuar ta besoj tërësisht dhe komplet organin e akuzës. Dhe këshilloj edhe ato opozitë, do të jetë opozitë, të marrin pjesë në opozitë, të militojnë. Ata që s'kan problematika me sistemin e drejtësisë. Ata që do ta shohin si partnerin absolut në përputhshmëri të plot me qëndrimin e tyre për ta bërë Shqipërinë. Dhe e thot Petro Koçi, kush ka vjedhur, ka tradhtuar partinë, nuk na intereson partia. Unë kam vite që them, korrupsioni duhet të kthehet me vepër penale si tradhtim ndaj dheut, se kanë tradhtuar besimin ton, na kanë tradhtuar ne. Na kanë tradhtuar ne që jetojmë. Ata që kanë punuar para nesh dhe nuk jetojnë, dhe ata që do vinë. Se kjo grop korrupsioni, edhe me ligjet dragoniane, do të dojsh një kohë jo të shkurtër, që Shqipëria të stabilizohet tani, se është shkatruar dhe mentaliteti. Kur është pak se ju jetoni për studio televizive, kam kohë që them, hajta gjetë një tender ku nuk është vjedhur, sidomos të shumë të mëdha. Atëherë çfarë kemi bërë ne si shqiptar? Kemi votuar banditët që të na vjedhin ne. Kemi votuar zotërin shtypës profesionist për të na vjedhur ne. Kemi votuar mbretër që na rinë atje dhe me parat që na marrin ne, e mbaj pushtetin sa duan ata dhe si duan ata. Tani, po të isha atje, që se do më dëgjoni këshillën, po kur mos më dëgjofshin. O qeveri të re nga para, o të shkojnë zgjedhje parakoshme. Kjo është krizë e madhe. Çfarë ndodh teknikisht edhe në raport me ligjin? Ta mbyll tani me një telefonat që mbjen nga jashtë. Njerëzit nuk pyesin çfarë bën prokuroria. Çfarë qëndrimi po mban kryetari i qeverisë. Kur thoni nga jashtë, nga kush? Nga jashtë, nga perëndimi, se kam nga lindja, këta e kanë nga lindja. Nga perëndimi, çfarë qëndrimi mban kryetari i qeverisë? E zë gjumi kryetarin e qeverisë. S'na zë gjumi ne që jemi qytetarë të thjeshtë. Të thjeshtë në se s'kemi ndaj shtimin, as drejtor, as profesor, ku ta diu se kanë marrë të gjitha. Po paktën jemi qytetarë devotshëm. Dhe jam nga ata qytetarë që kam kohë që kam bërë një pakt madh me veten për të qenë i tillë deri në fund jetës time. Pra çfarë qëndrimi do mbaj kryetari i qeverisë? Të shkojmë mbasi vepron prokuroria? Ky është turp. Po të isha unë vetë aty, ka ndodhur me ngjarje po. Ço kontrollin. Se ka çuar gjithë kohë. Tek asnjë nga ministrat, nuk i kontrollon ministrat këtu. Po edhe kjo dhe mund të ka ndodhur. Ku ka ndodhur? Po pse thoni që nuk ka ndodhur? Në ëndrat e kujt ka ndodhur kjo? Ku janë ato? Çon kontrollin dhe shef situatën. E thot, unë do marr këtë vendim. Kujton ti se zgjidhet puna e qeverisë duke hequr Belindën? Ja. Ku ka tender në Shqipëri të hapin? Unë vë bas kokën time. Ku ka tender në Shqipëri të hapin dhe nuk ka vjedhje? Ato që janë kryer. Ti marrin ti hapin. Se kjo është e rëndë, i bie që domethënë këtu nuk funksionon as edhe institucioni. Edhe një herë se tani edhe një herë. Është shumë e rëndësishme që ta specifikojmë. Si kjo që ka e rëndë kjo. Më e rëndë është që po vjedhem unë. Po pra, dakord. Edhe një herë se tani tu edhe një herë, zotëri i dashur. Institucioni nuk funksionon thonë. Zotëri i dashur. Këtu
bëhen punime për të vjedhur, bëhen investime për të vjedhur, ku ka tender investime të kontrollojnë. Do jetë që sistem unë apo jo? Skata ajo strukturë, po ku të duan të hapin, unë vëbas publik. E nuk jam budalato, më thënë. Kam qenë audit i lartë edhe jam me njerëzit. E kur i them këtyre që ne dim më shumë, edhe kur dalin parat e paguhen e dim. Mos ja u dim dhe kartat e offshore që përdorin. Ta shojnë edhe para Arsin e Belindës. Shojnë dhe lotët e tjera. Edhe dhe Albanian. Të shojnë dhe a kanë nxjerrë këta VKM dhe ligje në konflikt interesi duke qenë ministri e duke bërë investime me offshore në për panele fotovoltaike para Arsit e Belindës. Ta shojnë. Si që ka kjo? Vidhu, ne ku jetat u zbartën duke parë se si vidhemi, edhe është turp, do më thënë, që ne mund t'i tajtojmë to, së tajtojmë ne juridikisht këtu. Tu në paraplas shpirti. Si që ka kjo, juridikisht ka i thjesht këtu. E rëndësishme, vjedhin. Të dyja palët vjedhin, kam vjedhur. Dhe bin dakord. Dhe ke njerëzit, biznesmet e njerëz palë që vjedhin. Vjedh gjithmonë ku ka i korupcion të madhë. Vjedh pushteti, vjedh pjesa opozitës, vjedh dhe media. Hajde shi, sa pjesë nga këto investime ka marrë media. Media më e madhe Shqipëri. Kjo është një akuzë e drejt për drejt që më den nga shpirti. Jam shumë i hapur për të që të bëhet, por jemi një tjetër pikë tani që mos ta përfshijmë, se nuk është se po i shpërndan. Është një akuzë, kjo është krizë. Nuk mund të presun tani se do zgjedhë Rama, do bëjnë çfarë do bëj Rama me këtë punë. Cila është zgjidhja sipas jush? Zgjidhja. Cila është zgjidhja? Vendi ka nevojë për qasje tjetër. Qasje tjetër qeveritare. Ku janë qasjet e tjera? Çfarë zgjidhje? O që Berlini do rregullojë Shqipërinë. Po ku janë zgjidhje? Pse nuk po ndodh kështu si thoni? Prandaj po pyet. Se s'ka, se janë zhytur gjithë pazare. Nëse nuk ka atëherë që janë zhytur pazare. Më fal zotëri, a e ke atje ti që nuk janë certifikuar gati 30 ca deputet nga dy partitë mëdha? Pse nuk kanë certifikuar? Pse merr ti njerëz janë non grata me familje non grata? Ti kanë nxjerr SBA non grata dhe i merr i fut me zonë parlament. Heq fjatin e merr birin. Ku t'ja bën të kashillik? Pra, ku do shkojmë ne kështu? Unë i bëj thirrje ndërgjegjës qytetare. Jo vullnetit materialist të opozitës tonë, që nuk po del, nuk po bëhet opozit, se të isha bërë opozit, do më kisha atje. Ne kemi nevojë për demokraci të vërtet. Ta kthejmë sovranitetin aty ku duhet. Ne po vidhemi. Dhe po durojmë kashillikun e njerëzve, se ministri është një, po të njerëzve që janë poshtë pa fund, arrogancën e tyre. Edhe kur vjedhin ato tendrat, blejnë shtëpi dhe makinë njëkohësisht paket. Pa fund. Dhe është pa mundur t'i ndjeki spaku të gjitha. Dhe unë bëj prap deklarimin. Nuk ka tender që nuk e vjedhin. E drejtë. Çfarë ndodh tani? Çfarë do që ndodhi tani, qeverisja ka rënë moralisht. Po. Tani nuk ka më. Ne kemi syt, çfarë do bësh ti si Ram? Do bësh një kryeministër tjetër, na garanton që s'na vjedhin? Ai nuk thotë unë nuk garantoj që nuk i vjedhin. Qofse je pa aftë të bësh detyrën numër 1 që ka kryetari i qeverie, të mbroj vendin nga kategoria e shpërdoruesve. Vetë se nuk i do njerëzit e devotshëm dhe i udhëzon të tjerët, mos e qasni afër një si punë e këtij apo atij. Dhe guxojnë sa përgjigjen për telefona kur flasin për punë e qeverisë atje. Edhe të marrin jetën ta. Kë kanë marrë ta? Kë kanë vjedh ta? Kujtoj se janë të gjithë shqiptarë dele kështu, që do i vjedhin këta kështu? Unë personalisht do të realizoj se kam nisur atë punë. Para në dhomën e Komitetin e Politikave të Jashtme të Kongresit dhe të Senatit, do t'i çoj të gjitha. Shumë më tepër sa them këtu. Këta nuk mund të vazhdojnë me dhunë, s'është me dhunë kjo. Po të bëjnë një ligj për administratën publike, do t'i shohin rezultatin e zgjedhjeve këta. Po asaj partia që ri atje në opozit, as këta nuk e bëjnë. Që njerëzit mos votojnë për bukën e gojës. Se po të marrësh një batalion me detor nga mbrapa, do t'i marrësh votat. Se ky do marrë kaq në punë këtu e kaq atje me premtime këtu me premtime atje. Dhe këta kam thonë që në pikë të mëngjesit ditën tjetër për zgjedhje dhe që marrën në orën 12 kanë dalë me përfundim që kam thonë unë. Këta mendojnë se ne s'kemi guxim të themi vërtetën. Jo kemi guxim të themi vërtetën. Po sikur dhe 300 automatik si ata që kanë dalë rinas ndodhen atje, dalin për të thënë vërtet dhe nuk kanë ndjen fare.
nuk e ruajmë fare për të thënë vërtetën. Po duhet ta kuptojmë mirë që këtu ne na kanë çuar në stres. Ke pasur rast personal të intimidimit pse e thua? Jo po patjetër më. Je kërcënuar. Jo më fal, mos ke ti një person më të kualifikuar në gjithë qeveritë që ka pas ky zotëria? Kush jam unë që përfundoj 60 vjet specialistu? Me këm 4 muaj. Me atribute që si ka asnjë qeveri, edhe nga gjithë qeveritë shqiptare. Do ta hap personalisht në gjyq për diskriminim kur vit dita. Po tani do merrem me aksionin politik, jo vetëm atë. Kush është ky që të ndalon ky karrierën me gjithë zorzopët e vet që pas ka gjithë për burg? Unë kam ikur si zotni kur një person që se njeh fare, po t'jap shembullin tim, s'kishte lidhje fare me mua. U përfol në SHE, më thanë kërkojmë dorëgjë sa të bëhet e timi, ka 2 vjet që ka mbaruar gjyqi dhe nuk thonë, ora të kemi borxh edhe pagën e gjitha, edhe emrin e gjitha. Se këta duan që aty ku lëvrojnë parat mos jetë prania ime. Kështu që unë e drejtoj gishin tim ta në palën tjetër që ta bësh diskutimin se nuk jam ndjeni. Gishin, po çfarë palë tjetër më, nuk mund ta thonë. Gishin s'ka fare, s'kam gjyq më tonë. Gishin tim të akuzës, unë jam qytetar i thjesht, i cili ndjem i përdhunuar, i vjedhur, i tradhtuar dhe unë nuk di të them më tani, a mund besoj më unë këtë qeveri apo jo? Mund të jetoj i qetur me këtë qeveri? Sot kam qenë në spital. Për faqe të zezë, operova një nga njerëzit e mi. Për faqe të zezë. Spitali djegje plastikës për faqe të zezë. Edhe qenë nuk u banojnë atje. Jo më njerëzit operojnë atje. Për faqe të zezë. Këto e reforma tona. Nuk ka më, do të bëhet Shqipëria, do të bëhet dhe kur nuk bëhet, edhe gjithmonë lozi me formën, me ekspozen, edhe jo me thelbin. Dhe pikërisht se janë marrë me ekspozen e jashme, me mashtrimin, me formën dhe kur me thelbin dhe me moralin, kemi ardhur këtu. Nuk është vetëm Belinda. Më thua një ministër që ka punuar, si më thënë, kaloi disa muaj dhe vite, edhe nuk ka bërë, nuk është për të gjendje, për shkuar atje. Prova për këto. A ka prova për patjetër ka provat. Po ku janë? Ti shohin mirë provat. Janë ballafaqësuar. Ti shohin, është realiteti. Është realiteti. Fakti që kanë lënë ta një SPAK, ora ti e di që SPAK-u është një strukturë e cila vetëm në ministrinë që ka Belinda duhet të rinja 3 vjet punoj të nxjerrë themelin. Ai strukturë e vogël është. Se ne kemi mpirë të gjithë sistemin e drejtësisë, e të gjithë median. Se një lloj SPAK-u është dhe media investigative. Ka folur media deri diku. Tani një farë pune duhet ta pranojmë. Ato denoncimet e njerëzve që janë bërë edhe nga opozita e bën punën e tyre. Pra ku pas ka një lloj vullneti, edhe një lloj ndihme edhe nga jashtë, puno ka drejtësia. Nuk që ka drejtësia një imazh i ndaluar edhe një ëndër e paralizueshme në Shqipëri. Të lutem, më jep një koment në aspektin juridik se kam të rëndësishme për të kuptuar çfarë ndodh tani, a mund të shkarkohet nga ana e kryeministit procedohet edhe në formën ligjore. Shiko, nga ana ligjore, ti je i qartë. Po të doje shkarkon, po do nuk e shkarkon. Po do jep dorëheqjen, po do nuk jep dorëheqjen. Ajo është e pezulluar, nuk duhet të kryej veprime juridike me kabinetin e saj dhe me njerëzit bashkësit të saj, apo edhe si nonkryeministër, se ka 2 poste, edhe si nonkryeministër dhe si ministër. S'mund të kryej veprime të tilla pas janë në kundërshtim me vendimin e gjykatës. Pra vendimi i gjykatës ata mund ta çojnë për ta apeluar. Por problemi është nëse vendoset në formë prerë që do të ri pezullimin fuqi dhe pas kanë dhënë një koment që por janë sekrete për momentin, pra kemi diçka që mund të ndodhi edhe në flagrancë, domethënë. Për të arsye, mendoj juridikisht tani pa ngarkesën politike, mendoj që ajo do t'japi vetë dorëheqjen, pasi nuk ka më arsye të ri atje, domethënë. Nuk ka më arsye. Nëse ata nuk merren vesh, le të shpërndahet qeveria, le të shkojë vendi zgjedhjet parakosh. Ne nuk kemi mbaruar, domethënë. Ka shqiptar, le të vijë rradha të tjerëve ta provojnë gjithë tani. Kush nuk u bë ministër, kush është bërë administrator detor, ajo që kanë ngjerur bëhet edhe pjesë edhe nëse shkojmë në këtë skenar thonë. Mirë, e fundit, të falenderoj shumë, e kisha më shumë kontekstin e për 10 minuta më thirrë. Jo. Po unë kam marr fjalën e 17. Kemi 20 minuta së bashku, po. Po s'kemi 20 se e kam pa orën Kastile. Ngjyrimi emocional kur flasim për politikën të bën që ta rrosh kohën se ta kalosh. Jo, fare. Megjithatë, ne kemi hapësirë. Kam marr fjalën mbas ketit të asaj vajzës kryeministria 17.
Mirë, po bëj një përjashtim me reklamat se kam. Okej, vijoj me temën që mos të masim kohë së bashku sepse jam me hapësirën e reklamave, prandaj jam i detyruar që të shkëputem. Tani në vijim si të edhe unë do t'i bëj reklam Spakut. Po? Dhe unë po i bëj reklam Spakut, i reklam është kjo. Pse është reklam e Spakut? Po reklam. Unë e kam shumë gjana të strukturë. Ne duhet patjetër t'i bëjmë jo reklam, por ta promovojmë drejtsinë. Ti bëjmë njerëzit besojnë këtë drejtësie. Prandaj po ne ikin, mos ikin fëmijët e mi jashtë. Se i ka fëmijët gati sa 2 moshë. Mos ikin jashtë, trin këtu. Ikin se nuk shpresojnë. E në një vend ku nuk shpresojnë s'ka drejtësi. Këtu nuk zgjidhen punë, nuk e gjen njeriu veten e tij, nuk e gjen drejtën. Po mirë, se më duket pak kontradiktore. Jam shumë dakord me situatën, por më duket pak kontradiktore fakti që në një krah Spaku po bën një detyrë. Unë bëj reklam Spakut tash. Eksakt. Po në krahun tjetër ju thoni që asgjë nuk funksionon. Po lufta po vijon, se ndoshta duhet Spaku është një strukturë shumë e vogël. Ka lindur me 11 apo vajti me 17 prokuror, u bë me 19. Spaku duhet të ketë edhe një 2-0 mbrapa që t'ia dalë. Unë i di mirë sa punë ka Spaku. Tani një hajdu diku atje bën 7 tendra në javë, 5 ditë ka java, nuk bën as nga 1 ditë, po 2 ditë e parë bën nga 2 ose nga 3. Pra të bëj 2 pushim paktën, 7 tendra në javë. Dhe t'ja kërcasin blej shtëpinë 200 metra katror me demek, se fusin dhe këto kredit për të fshirën pas kredive që paguajnë shpejt. Po dhe kredia ka një analizë si e paguajnë. Se deri pa u bërë atje, pa vajtë prokurimet, na vije me këpus dhe gabit, pastaj na vjen edhe me rroba dhe me makina, edhe me shtëpia, edhe me 2 dashnore në fund. Tani, ne këtë punë nuk mund ta dorojmë më, ne i dim. Ta kanë bërë kashillik, i kanë hyrë kalit arrogancës tyre, edhe të babëzisë tyre, dhe këtu do t'i çoj. E kanë një bashkëpunim me opozitën, janë të gjithë në të njëjtën linjë thoni ju apo bëjnë vetëm të gjithë këtë aksion? Në pazare, në mënyrë absolute po. Do vi dita, do t'i them dhe me emra. Jemi në kohë. Po ja unë kam planifikimet e mia, jo që kam frikë, kam të merr po dikush ke frikë, po e kam planifikuar. Po, eksponent lart nga pushteti me eksponent lart nga opozita, jo gjithë opozita. Edhe janë pirë për shembull, edhe aksionet e opozitës kanë dështuar pasere, po sidomos me biznesin, i cili është ai kumbari që i lidhë 2 palët. Biznesi që i lidhë 2 palët, e këto e më bërë të qarta, ta i kam bërë dhe pa, ti të shohësh dhe këto mesazhe që i kam mërë. I kam bërë një trashësit plot, po këta se kanë meritu me këto dhe intelektit vjetën ka i parajer. Më mënyrën se si, po zvidhet shuar, ti mësoj unë të vjetin pakta. Dhe s'podina zvidhin. Edhe e dyta, shumë e rëndësishme kjo. Po të jap një fakt, pse ka dështuar një korupcion në Afrikë? U pagua media, u pagua opozita, por nuk u pagua sa duhet opozita e plasi dhe dështoi një korupcion në Afrikë. Ja doli Afrika, është një nga vendet në Afrikën e Jugut. Ky është funksioni klasik i korupcionit. Pra, edhe opozita, ai për tepër që ne kemi pegmarrse një pjesë opozitës që ka qenë pozit, e që është zhytur me dosje. Ne më tepër na dhëm ky korupcion i sotëm, po ata janë peng atje. Kështu që ata duhet mos jenë më pjesë, mos jenë alternativë, se i bi që pjesë riciklohet. Me ato opozitarën e ri, riciklohet dhe pushetari i vjetër që është ndyrë mirë. Një pyetje për të lutem shkurtimisht, në opinionin e njerëzve ka një lloj besueshmërie, tani u bën 50 minuta. Jo për më shumë. Ka një lloj besueshmërie tek Spaku, pra tek institucioni i Spakut. Tjetër shumë prej tyre mund të ngrenë aludime, qofshin ata politik ose jo, që është i loja për bashkët që manovrohet mes faktorëve politik. Teksa shohim eksponent të lartë që shkojnë përpara drejtësisë, më fal ta përfundoj. Jemi në kushtet kur Spak mund të godasin këdo dhe pa u dridhur syri fare? Dhe kush vjen pas Ballukut? Ata nuk e di unë. Kush vjen pas asaj, unë edhe po të di nuk flas, do ketë të tjerë, do vazhdoj me ca lëvizje të tjera. Me që po e le me kaq në mënyrë përgjithshme, unë dua të them këtë. Të paktën i njoh dhe kam punuar me një pjesë të tyre. Edhe i njoh personalisht. Të paktën një pjesë të tyre janë shqiptarë shumë mirë. Po bën një punë shumë mirë. Dhe si që kemi përkrahur, duhet i përkrahim. Ne duhet i bindim ata që të mos lodhen, e të mos ndigjojnë në njëre dërdëllitje tona, po të shohin vetëm punë e tyre. Të orientohen nga ligji,
nga ligji dhe vetëm nga ligji. Falenderoj shumë. Edhe unë Kënaqësi të kisha në studio. Mirë, ne do shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër publicitar, do të vijojmë të qëndrojmë në temat të rëndësishme të diskutimit vetëm pas pak.